Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ta'dhiman li sha'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahun azza wa jalla lavdërojmë, atë falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush më të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është Rabb dhe i dërguari i tij. Paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jalla qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte me lejen e Allahut azza wa jalla do të vazhdojmë me komentimin e një hadithi i cili është i ngjashëm me ato hadithet të cilat i kemi komentuar në javët e kaluara, kur kemi folur për 3 lloje të njerëzve apo 3 kategori të njerëzve. Edhe kjo është, domethënë, ligjërata e 4 që trajtojmë një hadith të ngjashëm që i përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 lloje apo 3 kategori të njerëzve. Mirë po, ato hadithet e kaluara kanë qenë parafërsisht se 3 lloje të njerëzve Zoti nuk i flet, nuk i shikon, nuk i pastron, po ka përgatitur për ta dënim të dhimbshëm. Ndërsa sot është hadithi se tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se 3 lloje të njerëzve nuk kanë me hy në xhenet. 3 lloje të njerëzve nuk kanë me hy në xhenet. I pari ka cekur ai i cili si ndëgjon prindët e tij, i dyti e ka cekur dejuzin, dhe i treti është ai gruaja e cila përgjason burrave. Besoj që ndoshta e keni dëgjuar edhe më herët këtë hadith, dhe më thonë se këto 3 gjëra janë prej mëkateve të mëdha, të cilat bëhen sebeb edhe në qoftë se ke përfundimin në xhenet që me të ndalë edhe ndoshta më pastru me zjarr xhenemit, nëse s'fali Allahu azza wa jall, mirë po pengesë për me hi në xhenet fillimisht është dhe janë këto vepra të cilat i ka cekur ky hadith. Prap 3 që të mohen men malet. 3 që të mohen men malet. Në këtë rast i ka cekur 3 mëkate të mëdha, të cilat pothuajse të gjitha janë shoqërore, sociale, që kanë bëjnë me familjen, kanë bëjnë me rrethin ku jeton dhe shoqërinë ku je duke jetuar. Duke filluar nga e para, që thot se një prej kategorive që nuk u me hi në xhenet është ai person i cili sillet keq me prindët e tij. Fatkeqësisht, fatkeqësi, që realisht jem të i pasu tjertë, të e pas këtë fe kaq madhështore, që në kam mësu që duhet me respektu prindin, se haku i prindit është mas hakut të Allahut azza wa jall. Se prindit nuk guxon mi thon njeri as uf, fala taqul lahuma uf. Se prindi është ajo non e cila të ka bart nën muj me vështërsi, e të ka lind me vështërsi, e gjithdhënje pas lindjes, e prish gjumin, dhe më thonë natën për ty edhe për mu që t'jem rahat, e baba i cili dhe më thonë prej mëngjesit dhe mbrëmje, duke vrapuar e punuar punë të ndryshme, ndoshta ndonjëherë edhe në nivelin e tina, e ndoshta ndonjëherë edhe tu nënçmu veten, e ndonjëherë duke kaluar edhe kufit e mundësive ti fizike, që ty mos me të mungu asgjë në shtëpi, e te me i harru gjithë këto punë, edhe me ardhë, edhe me akthi fjallën prindit, edhe mos me ndëgju prindin, edhe thjesht runa Zot me kom përbuz ndaj të mirave,
Dhe më thonë që të kanë ardhur për prindërve, edhe që ndoshta akoma i gëzën për prindërve, edhe me ardhur tash një nuse prej fisit huj, edhe me ta dirigju shpinë, edhe me thonë se s'bën me jetu ku i kjanë prind tu, edhe thjesht në një kolëm nuk qojnë ana jetë, ja mu, ja ta, edhe me përfunduë, dhe me thonë prindi edhe baba, me ardhë se jetim edhe si i huaj në shpit vetë, pas një lodhje 5-60 vjetëshe, dhe me thonë që thjesht me ardhë në atë moshën kur me i vjel ato fruta që i ka mbjell për 5-60 vjetë, e vjen puna, dhe me thonë që fjala tina s'dëgjohet, urdhi tina nuk dëgjohet, buka e tina që hahet, dhe me thonë i duket dikujna tepërt, ndoshta edhe frymëmarrja që është, edhe që është gjallë, për dikën është rënë, e kështu me radhë, edhe të në shimë asandej duhet me hjek qafe, dhe me thonë, ose me elon fikall vetën në shtëpi, ose me e qunë që pëse ka shpi të shëndet, dhe me thonë të pleqve e kështu me radhë, e a ka mëkat matë madhë se kje punë. Kër është shpit pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, për mëkatet matë mëdhaja, prak i ka rëndis, ka thonë, el ishraku billah, mi ba Zotit ortak, runë në zëtë, me i ba Zotit shirk, me besu që ka edhe zëtë tjerë që meritojnë madhëru përveç Allahut azza wa jall, me dediku lutjet dhe adhurimet tua dikuj tjetër përveç Allahut, kjo është kriminacioni mëkateve. Ma prap, ashtu si që ka udhruar me adhuru Zotin, me erë mas Zotit ka udhruar me prindrit, këto me erë mas mëkatit shirkut për e cek, wal aq, dhe më thonë l'walidein, dhe më thonë ai cili është për buzës, nuk i dëgjon dhe nuk i respekton prindët e vet, e ka vazhduar hadithe dhe ka thonë mas andej se ka qenë thot transmetuesi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rat e u ngrit, dhe më thonë e u pshtet dhe ka thonë ela wa shahadatu zur, mëkati i tretë është dëshmia e rrajshme. Mirë po ajo neve që po na intereson dhe të nderuar është që kjo e para, që dhe më thonë fatkeqësisht tash kemi qenë një shoqëri kompakte, një shoqëri që realisht ne ka marrë lakmi këtë bota për afërsinë që e kem pas në shoqëri, në familje, se ka pas prindi vendin e vetë, baba edhe nona, edhe me ardhë puna dhe më thonë thjesht me i mshat të mirës më shkelëm, e me përqafu diçka që s'është e jonja, fillimisht nuk është fe e jonja, nuk është kulturë e jonja, është e huaj e importume, e me ardhë dhe më thonë me i përqafu edhe me ardhë me qitë pozit ka që të keqe prindin, edhe ato pak ditë që i kanë metë për jetës, Zote e dina mund me konë një dita, një java dhe 10 vjetë e sene, që më te me konë se be pas këzoj, kur mas shumë një ka nevoj për tyje, me konë i tilë, me të vërtet, kjo është shqetësuse, edhe është merruse, edhe në këtë dynja, edhe për ta në ahiret. Se zakonisht prind fëmijës do të mja cek 2 senet, kur të folë për prindit do të mja cek fillimisht çështjen se dije se sebepi i ardhes tënde në këtë botë janë prindrit, ata që të kanë lindë, të kanë rrit, të kanë edukuar, të kanë pru këtë gjendje janë prindrit. Mos i harron mirësitë askujt e në radhën e këtë prindve. Mirë po mos nëse ty të shkon mendja që i harron këtë punë, dije që është edhe pjesa tjetër, është pjesa e dytë, kur kena me shku te Allahu azza wa jall te ton, edhe kena me u ballafaqu te Allahu azza wa jall te ton, edhe nuk kanë me u harru gjërat, e mu te i kalu gjërat, edhe thjesht ndoshta edhe vdes prindi, edhe ndoshta shtëpi të shëndetit, në shtëpi të pleqve. Mirë po mos harro domosdoshmë se me vdekjen e tina apo me vdekjen tënde nuk ku me përfundu gjërat, mirë po domethënë ky tregim ka vazhdim e vazhdimi është kur të takohemi me Allahun azza wa jall e kur do të na shfaqet çdo gjë. Çdo gjë e madhe e vogël, ajo që dim, atë që kem harru, atë që kem menduar që është e thjeshtë e lehtë. Kena mu befasu, ndoshta jo Zot mos na bëj për aty që befasohen për keq me pa domethënë regjistrat e veprave tona, domethënë edhe mos respektin ndaj prindërve, e sjelljen e keqve ndaj prindërve e kështu me radhë. Përkundrazi pra të vëllezër të nderuar, fillimisht duhet më bëni një herë apel edhe prindërve që thjesht mos
lakmoni në kulturë të huj, mos lakmoni në fetë huj, mos lakmoni në materializëm që mja afrua gjdo që fëmis edhe mu munduo dhe më thonë që edhe maset vdes ti me i pas siguru me gjërat. Po mundohu që me të haj me mbjell vlera, me mbjell edukat, me mbjell fe, se para se me të vyft ty si respekt, kur ki nevoj për respektin e tina, ku me vyft ati si individ, aja feja, aja edukata, aja respekti, se që aja e bon njeri, që aja e bon musliman, pa ta edhe mi pas milionat e miliardat, nuk kanë mi pas kur far vlere. Pra gabimin më të madh që e bojnë prindërit është se realisht shkojnë dhe edukojnë vetëm në aspektin material, duke ofruar çdo mundësie edhe duke i tejkaluar mundësitë e tyre dhe njerë që aty nuk mos i ngua asgjë, mirë po realisht në aspektin shpirtëror, edukativ, fetar, me i lënë bosh, tanë mos u çudit kur vjen puna në që temen që jem duke folë dhe marrë kjo. Edhe kjo është e para, e dyta, edhe atë që kom pas, ka janë bisedat private që kom thonë prindërve, pasuria jote sa je gjallë është e jotja. Po nëse ki mundësi, ndihmoj edhe djalit, ndihmoj edhe qikës, po ndihmoj edhe një akrabaj edhe një njëri që se njef hiq sa sadaka edhe është punë e mirë. Ama gjithmonë veten tënde mos e rreziko që realisht pasunia jote me kalu të trashëgimtari sa ti je gjallë, e masandene mu bo miftjaq, dhe më thonë për disa centë, për disa moneda për idealit tënë, që realisht nuk janë tijat, po janë tuat. Mëse në nëshma vetën kësi forme. Pasunin tonë, letë jetë e jotja. Aja që është e tyne, që e kanë fitu me parët me njerës tyne, është e tyne. Mirë, po tonën jo, me në gjohë sa jetë gjallë, kur vdesin, faktikisht, aja s'ka ku me shku, apet që aty në ju shkon. Mirë, po sa jetë gjallë, ti bënu i zëti shpis, ti bënë zëti i pasunisë tonë, edhe mos e le kërkon hiq me na gjuparen as gruja, as fëmija, as kusht tjetër. Kjo si këshill, edhe pse thash, dhe më thonë që është jashtë mjë drejtuë fëmive, mjë drejtuë dhe më thonë gjeneratëve të reja, që me pas kujdes, që mos me jetës mas të trendit të ri, që realisht me i në përkëmbër pleqt se në qovë se edhe të një jetën ju rinë hazdër, edhe ju rinë gatin, nuk i mujtë mjë dalë hake, e runa zëtë ju, dhe më thonë dhe me e folën e fjallë të keqe, nga se në fejnë tonë, ka arë Abdullah ibn Umeri, radiallahu ta'ala anhu, të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, ja Rasulallah, Omeri po më thëtë me lëshu grunë, së të i pëlqy diqka kjo reja, gruja jam, a me ngue, i thëtë ngo Omerin. S'po thëmunet që me arën puna runa zëtë që thjesht më prish familja, se si jem na Omera që me i vlerësu gjëra që ka vlerësu Omeri, edhe me ditë se që kja reja bën për vladin as bën. Mirë po, deri që aty ka shku puna, që fëse thjesht vjen puna që edhe me grunë mund da, po thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaju se grunë më nëshme marë tjetër, a non e babës të bëhat ma kërkosh, edhe thjesht hakun e tyneve është tirë dhe me thonë me paguë, edhe pse thash ka shumë argumente, shumë dhe me thonë hadithe, ajete, dhe me thonë e fjallë selefit, që ka folën këtë temë mirë po, dhe me thonë e jonja është me komentu këtë hadith, e kjo është veç një pjesë e hadithit, se ata që nuk kanë me hinë gjenet, jenë ata që nuk i respektojnë prindrit. E dyta, jenë dejuzat, shumë në kanë folë plesht për dejuzin, dejoz, ama shumë pak e kena ditë dhe shumë pak po dojna me ditë se qka dejuzi. E dejuzin e ka komentuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith vetë, kur është pytur se qka dejuzi, ka thonë është ai i cili e shet keqen, imoralitetin shpit vetë, e nuk reagon. Realisht, dhe më thonë, fjala dejjethe në gjuhën arabe, e përdorin kur dojnë dhe më thonë me e zbut devën, që thjesht me ushtruhe, që thjesht me levrum me të, ose me ecë me të, me othu është të më radhë, që kjo është për qëllim dhe më thonë gjëhësisht. Sikur që kjo dejuzi, që e shtren qafen, e bëhat i but, e bëhat i dresum, sa senet e këqia i shenë motër të vetë,
ishe bakje nëndë vetë, ishe në grut vetë, ishe në qikët vetë, edhe realisht nuk i bën zemra vërë, nga se si ka metë trojë gjelozije, dhe më thonë në trup tina edhe në zemër tina. A ne kemi spjeguar dhe shpesh për spjegojmë se o vllazni, xhelozia është pjesë e imanit. Ka ardhur një sahabije, ka pasur në Sa'd emrin, ka thonë me par unë Zot dikon te gruaja jam, me shpat mbret e kisha goditur. Ka thonë pejgamberi sa ma po çuditni pe xhelozisë të Sa'dita, unë jam thot ma xheloz se Sa'di. E Zoti thoshte ma xheloz se unë. E xhelozia Allahu ta zëvëllë është që njeriu me i te i kalue edhe me i shkel kufite Allahu ta zëvëllë dhe me hije në për harame, e në rastin konkret njeriu me rujt vetën, me rujt familjen e vetë. Urdhër kuranor, ja ju alladhina amanu qu anfusakum, o ju të cilët keni besuar, ruani familjen tuaj. Familja jote është përgjegjësia jote, nuk është shteti ndonjëherë. Nuk janë çka bëhet, domethënë Shkope në Shkodër në qytete që realisht nuk është kompetencë jote direkte, po kim ndoshta në far përgjegjësie se në mënyrë indirekte ka mundësi aty me ndiku, ama në familjet tone me i palu vesht edhe me e shtri qafën edhe mos me ditë hiç çka po bëhet shpitone, as kur hin, as kur del kërkosh, as ku shkojnë, as çka janë të bë, realisht këtë vet po don mendohet që shtot. Ti s'po don më rezistu. Ti s'po don thjesht më marr përgjegjësitë, se ndoshta po të vjen më lehtë. Që mos më bolla façu, dorën zemër dhe njeriu kur vjen me të marr do pore, a ke po pak me të lyp do pore shumë, më herë po reziston, se pe mendon që është porja jote, hak jote pse më ta dhon ty. Ama pse s'me ki që xhelozi edhe për nderin tën? Që çu spirun që ato pare me rujt edhe grun tonë, motrën tonë, çikën tonë apo në sana. Faktikisht çu lën dhe më thon faktikisht runa Zot, domthon me hije me dal kush don shpëton apo nëse edhe pse dejuz realisht konkretisht është runa Zot ai i cili e din që gruaja e tij na bën zino, motra e tij na bën zino, vajza e tij na bën zino, nona e tij edhe ai faktikisht i mshel syt sikur nuk ka të ndodh. Këto tjera domthon ndoshta me lën grun me dal vetën e me dal kur don, e me shkum punë me përzime të gjeni tjera, e me udhthua domon vetën, këto janë ato hapat e parë, nuk është dejuzi komplet që kjo. Ama çto çojnë të çka do jezllëku i madh nëse faktikisht i mshel, domethën sytë dhe vesht edhe nuk e kontrollon familjen tonë. Pra mendo pejgamberit sa i ka thonë Allah xhel ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnin alayhinna min jalabibihinna dhalika adna yu'rafna fala yu'dhain. O ti pejgamber, thuju grave tuaja, vajzave tuaja, grave të muslimanëve, qesin shamin, të afrohen të dijen që të me pas pak muhafazllëk, se që shtot dijen që janë të ndershme, kanë pak irz, edhe nuk i shqetëson kërkush nuk i provokon, si delti domethën me teshat domethën të llastuara, e parfymosur, e shminkuar, realisht ti po të don vëmendje që tjerë domethën me të provoku, po nëse dele thjesht modeste, me shami, me hijab, nuk më të provoku kërkush hiç. Ama këtë do me pas në dert prindi, baba i zoti shtëpisë, domthonjë që thjesht me kërkuar dëshmërinë familjet vet, të gratë e veta, të çikat e veta, domthonjë të motrat e veta, e kështu me radhë, edhe mos mu bë kishe as nuk po sheh, as nuk po nin, edhe me shtret qafën. Para mendon ka on Sahihun e Buhariut. Tregon një prej sahabive thotë kom kalue te majmunat. Majmuna edhe e kish pat bë një majmun me një majmunë që si shinkon çift. Edhe ishin mbledh grupi tjetër, thotë e gjujshin edhe i gurzojshin, deshin me i vra, që faktikisht janë çiftzu një majmun me një majmunesh që shinkon domethën çift në parim. Shinkon që jetojnë në burrë gru. Se as kafsha se lejon që me pas në hise dikush tjetër në atë që është jotja dhe private jotja. Këto e bojnë po ata që hajnë dhe më thonë mishën e thijut, se a janë dikën realisht që më bo që asë dejuzi, dikush në mund pin alkohol, dikush merret me droga, në mund faktikisht të hu fiqirin, nuk e ka mendjen atë për ato të anshibohat, këtë rafsh, nuk ka kur fordallim e mire e keqe asene, po, ama njeri normal, njeri me men kry, edhe në qofë se ka pak fe, edhe din që duhet me rujt familjen,
Nuk është familja domon diçka e pavlerë që ti duhet me dhon edhe me qit nudhë dhe faktikisht të merr kush don apo sene. Po sene pe domethën 5 gjërave që shariatin ton kanë ardhur mu rujt, se janë shenjta, është domethën feja e njerit, jeta e njerit, mendja e njerit, nderi i njerit, edhe pasuria e njerit. Në këto nuk ka domethën diskutim, nuk ka kompromis se këto me thon hajtë se ja bëjmë dyqysh. Këto duhet me kon strikt edhe rigoroz, edhe me pas xhelozi, se nëse ki xhelozi, ki zemër gjallë, ki fe, runa zot të largu xhelozia faktikisht veç me dhon selam edhe me i knu katër tekbire si namaz xhenazës, se faktikisht në ashta gjallë i vetëm domethën i se mullagarit si me kon i vdekur. E mos më tolerua vëllezër të nderuar që më na gjendja në kësaj formë edhe kësaj domethën situate që realisht më na edhe akti final, edhe pislëku final, edhe mos më mujt kurrë me bë, mirë po është mirë që këty në punëve të këqija pejak mjau prej udhën edhe më nal para se më ardh edhe të më keqja, edhe në fundit e ka sekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë gru i cila e përgjason burrë. Se realisht Zoti ka dashur në parim, në fe, burri do të më fal, gruaja do të më fal. Burri do të më agjëru, gruaja do të më agjëru. Burri do të më thonë me shkon haxh, gruaja me shkon haxh. Burri do më thonë me dhon zakat, gruaja nëse ka pasuni me dhon zakat. Faktikisht në obligime do më thonë janë të barabartë. Edhe në shpërblim me lejen e Allahut azza kanë me qenë barabartë. Mirë po Zoti ka dashur natyra e burrit dallon prej natyrës gruas. Do më thonë fiziku i burrit dallon prej fizikut të gruas. Realisht se që shtot e plotësojmë njëri tjetrin, ato kanë nevojë për neve, na kemi nevojë për to. Edhe duhet me ditë kush është burri edhe kush është gruaja. Edhe vet ideja që duhet mu barazu këto sene që nuk barazohen, ku më treguan një ditë kam thonë që është pa drejtësi. Nuk mundesh qofse e kije një fëmijë të smut, me një fëmijë të shnosh, edhe me thonë po valla për dytë njësoj, nga se tjetër nevoja ka ky i smutit, tjetër i shnoshi. Qofse është një fëmijë i madh, një i vogël, s'mund me thonë se domethënë po harxhej për dytë njësoj, se tjera nevoja ka ky i madh, tjetër i vogël. Edhe kështu është, nuk mundet me kon burri dhe gruaja njëjtë. Gruaja është domethënë më ndjeshme, gruaja është më dashne, për ata domethënë nuk mundet me rrit fëmijë burri sa do me kon i këndshëm e i but se natyra e gruas, se Zoti ka kriju kështu. Mirë po nuk mund të më kry punë fizike trona që e kryin domethënë burri as një gru. Se secili e ka rolin e vet, ama dy të kanë nevojë për njëri tjetrin, e plotësojnë njëri tjetrin. Ama fatkeqësia është kur njeriu i të kalon kompetencat, do me të kalon ato dëshmërinë që e ka kriju Zoti, do të më kalua edhe ligjet e Allahut azza wa xal, edhe burri mi lakmu gruas, e gruaja mi lakmu burrit, e burri dën mu vesh si gru, e gruaja dën mu vesh si burr, e burri dën me fol si gru, e gruaja dën me fol si burr. E thjesht edhe gjestet e krejt domethënë, po on hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se i ka mallkuar pejgamberi dhe ka mallkuar Allahu azza wajal ata persona, ata burra që i përgjasojnë grave, mirë po ato gra që i përgjasojnë burrave. Pra të vëllezër të nderuar, duhet me pas shumë kujdes. Ndoshta doken desenet leta, po ndoshta rrobë është, tesh është tesh e burrav, nuk duhet me vesh gruaja. Është tesh e grave, nuk duhet me vesh burri. Është këpuc e burrav, nuk duhet me vesh gruaja. Po edhe nëse telefona mundën mu dallu, çka ngjyrë është për gra, çka ngjyrë për burra, nuk duhet thjesht, domethënë mensi stu gruaja me pas si burri ose burri si me si gruaja, nga se Zoti ka dhënë secilit domethënë edhe obligimet, edhe drejtat që i kanë, edhe ka thonë që njëri tjetër e plotësojnë, nuk ka nevojë mu tjetërsue, se kështu edhe dalëm jashtë natyrës, edhe i kalojmë kufit tonë edhe fizik, mirë po edhe kalojmë kufit e Allahut azza wa xal, edhe tërhekum mallkimin edhe dënimin Allahut azza wa xal. Mos na bëv Zoti prej tyre. Për përfundim është patjetër me boni sqarim. Hadithi po thotë që këta 3 kategori nuk kanë me hi në xhenet. E ne e dim që ai i cili besimtar përfundimin e ka xhenetin. Ka mundësie nesër ditën e gjykimit monal e mu qeru hesabet me ta. Ndoshta veç mja kallëzu mëkatet, ndoshta domethënë ndërmjetson ai shefati pejgamberit, ai shefati shahidave, shefati me laçeve, e pshton.
po nashta edhe duhet me hinë dënim në zjarrin e xhenemit për shkak të mëkateve, qoftë ajo mendimallësia, qoftë domethënë mos respektimi i prindërve, qoftë domethënë me kon dejuse kështu me radhë, mirë po si besimtar, qoftë se çitoj mendojmë që janë haram, përfundimin e kemi në xhenet. Rrunë në Zot me mendu se çto sa janë të lejume. Që gruaja me përgjasu burrit, ose burri me përgjasu gruas, ose hajtë se sa gale dhe më thonë edhe bash dhe jozë dhe thu që së është kjo punë kur gjëheq që me e paj moralitetin shpe dhe mos bet vatë zemra vërë edhe thjesht e lejen thus jo mërë se kem obligim na me respektu prind kusht ka thonë me respektu prind edhe me kontestu këto qesin pe imonit se mon nuk je veç të bo më katë mirë po jetë tu i tjerë su bindjen tënde atë që Zotë e ka bo farz ti po thu së është farz atë që Zotë e ka bo haram ti po thu nuk është haram pra të dalën qofë se një më katë e bën e thua është të e din që e të bo më katë, ki mundësi mu dënu, ki mundësi mu falë, përfundimi jetë është xhenet. Mirë po, dalën me katin që se e bënë edhe mendon që si e të bo më katë, duke mendua se kjo punë është halal, nuk është dhe më thonë haram, kjo mo të nshëllun me imun njeri, edhe del edhe prej imunit edhe përfundon për gjithmonë në zjarë të xhenemit. Allahu mos na boft as pe atyne njerëzve që i mendojmë haramet halale, e farzet si asgjë, mirë po dhe në qofë se i dim qka është halali, qka farzje, qka është harami, më munduhe atë sa kena më mundësie, dhe më thonë mjë përmbajt atyre, farzjet me i kryje, e harame me mjë largue, ndoshta Zoti me mëshirën e tina ato mëkatet që në kanë kaluar që i bojmë në i falë. Allahu azgjel nej më shirof prindrit tonë. Allah i falët ata e neve, Allahu në bëshkof me ta edhe me prindrit tonë, edhe me këtë muslimanët që i dojmë prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me sahabët e prindrit tonë, këtë musliman që i kemi dashur këtë dunjë, Allah azza në bashkoft në xhenet me ta, mirë po na boft edhe të vetëdijshëm, edhe besa i vetëdijshëm, po rezistent ndaj të keqes, edhe mos shojmë pe, qofse këtë dunjaja bëhet e keqe, na kena mundue atë sa kemi mundësi me nejt gati, asaj që kemi mundësi me nejt gati, wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد